Një rast i rënd dhune brenda familjes është zbuluar në Itali, ku protagonist është një çift shqiptar. Sipas mediave italiane, ngjarja ka ndodhur në Padova, ku dy bashkëshort shqiptar jetonin prej vitesh. Raportohet se 55 vjeçari e ka dhunuar brutalisht gruan, pasi ajo nuk pranoi që të kryente marrëdhënie seksuale me të. Ai e ka gjuajtur me grushta fillimisht, më pas ka tentuar ta mbysë dhe e ka hedhur në tokë, ku ka vazhduar ta godas me shkelma. Dhuna ka përfunduar vetëm kur në shtëpi ka mbritur djali i tyre 22 vjeçar. Në këtë moment, babai i ka thënë se gruaja kishte ndëruar jetë dhe ai e ka mbështjellë me tapet dhe thoshte se do hidhte nga balkoni. Menjëherë i biri ka telefonuar policinë dhe pasi efektivët dhe ambulanca kanë mbritur, kanë konstatuar se gruaja në fakt ishte ende gjallë. Ajo u dërgua me urgjencë në spital, teksa 55 vjeçari shqiptar përfundoi në pranga. Raportohet se pasi ambulanca kishte shkuar në banesë dhe kishte zbuluar se ajo ishte gjallë, shqiptari ishte përpjekur ta sulmonte përsëri, duke bërtitur se ajo ja kishte shkatruar jetën. Hetuesit zbuluan se gruaja ishte dhunuar dhe kërcënuar nga bashkëshorti i saj për shumë vite. Gushtin e kaluar, ajo përfundoi në spital me disa lëndime dhe hetuesit zbuluan se burri e poshtëronte vazhdimisht duke përdorur dhunë dhe kërcënime. Po ashtu fqinjët kanë rrëfyer se ai e kontrollonte aq shumë sa nuk e lejonte të kishte miqësi me asnjë person e në disa raste nuk e lejonte as të dilte nga shtëpia. Këto dëshmi ka përforcuar edhe djali i çiftit, i cili tha se prej vitesh kishte raste kur jati e dhunonte nënën para tij. 42 vjeçari raportohet se ka pasur navjosje dhe hematoma në të gjithë trupin, me lëndime veçanërisht të rënda në qafë, ku burri e kapi me dhunë dhe u përpoq ta mbyste. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.